Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Ardhja e një libri të ri në komunitet është si ardhja e një fëmije në një familje. Natyrisht ardhja e një libri të ri nga profesori, doktori Pashk Camaj, drejtues edhe sekretari i përgjithshëm i Federatës Panshqiptare Vatra, natyrisht është kënaqësi për mua si mik i tij, por është kënaqësi për të gjithë komunitetin e diasporës, sidomos për shqiptarë amerikanët me origjinë nga Maltësia. Natyrisht, libri i ri quhet Brenga. Do pyesni ju pse, këtë do ta sqaroj më vonë. Megjithatë, unë kam një supozim timin, po ja them Pashkut. Pashku me librin e tij të parë kishte hallin porosia e kullës brengën e vetes. Tashti ka brengën e shqiptarëve që kaluan periudhën aq të vështirë të komunizmit. E natyrisht, arritjet në të dy romanet, unë vlerësoj më tepër romanin e dytë, jo se i pari nuk ka cilësi e tjerë, po mendoja i pari është një autobiografi e shkruar, ka përjetime jetësore, është më tepër ditari i tij. Te ky dyti unë shoh fantazinë e Pashkut, fantazinë dhe stilin e të shkruarit, që ta thellojmë gjatë intervistës sonë. Zoti Pashk, mirë se erdhët. Mirë se je këtu në studion tuaj. Pra, është kënaqësi të shohim ty libra, paç edhe më shumë, tash që jam pension s'ke punë tjetër, megjithë të shohim aktivisht çdo takim të Vatrës. Në roman thuhet se liria është universale, por vetëm njeriu i ndriçuar, i iluminuar mund të ndihet i lirë. Si ne keni konceptuar këtë farë për kufizimi dhe përpara se të arrijmë tek kjo, nga mori spunto ky roman? Kënaqësit jam me ju, natyrisht jem ballë në dimër të ftohtë sot, me borë në Dëborg këtu në Michigan, por thomë se pranvera nuk është larg dhe pranvera nuk çel me një lule, dhe kur e shkrova librin e parë, thash, një libër nuk mjafton, duhet më shumë, dhe siç e thatë edhe ju, me librin e parë ku shkruaj për veten, megjithëse më tepër për impaktin që kanë pas njerëzit e mi, familjarët, babai, gjyshi, rrethi ku kam jetuar, dhe kam shkruar një farë pak edhe autobiografik, por më tepër duke folur për tjerët në atë autobiografinë time. Dhe si shkrimtar, pasi tani kom hyrë në atë valle, mendova se është natyrshme të shkruaj për diçka që unë ndër vite kam lexuar, kam mësuar, kam dijen nga njerëz të afërm, veçanti këto vitet në Vatër, duke pas komunikim me njerëz që janë arratisur, që kanë ikë nga Shqipëria, vujtjet e tyre, kam pas edhe kontakte familjare me njerëz të cilët kanë vujë një golgot të jashtëzakonshme në trullin shqiptar, në tokën në shtetin shqiptar, që shikuesit tuaj shumë prej tyre edhe e dinë dhe kanë jetuar vetë. Dhe pash si nevojë të shkruaj diçka për ndjenjat e tyre. Domethënë përmes fjalës sime të shkruaj për mohin e lirisë që ata kishin, ata që nuk e kishin lirinë dhe çka do të thotë për të kërkuar një liri. Si vjen kjo fjalë, ka shkon, si vendos një familje, siç është në librin tim, të arratiset me 17-18 antar të familjes së zgjeruar, të kalojnë një odise të jashtëzakonshme për të arritur të një pikë ku ju mundson, jo garantuar, kur është garantuar, një pikë që ju mundson ndoshta më afër lirisë. Dhe kur të lexoni librin, natyrisht keni më pat atë rrugtim që është mjaft mirë, por njeriu human, është njeriu që kërkon lirinë, besoj që i bën hapat që ndoshta njerëzit dhe thonë si ka pas mundësi që ta marr këtë hap. Por liria, domethënë të shtyn të merrsh hapat të cilët janë shpeshherë jashtëzakonisht jo normal për ata që se kuptojnë. Domethënë të merrshëm por që njerëzit i bajnë. Pra, ky roman ka dy personazhe kryesore. Tonin Mirakaj, që është një personazh real, konkret, ka dhe një personazh imagjinar, fiktiv, Marku, shoku i tij. Ju keni treguar në intervistat që keni bërë që keni pasur dhe keni njohje me zotin Mirakaj dhe prej saj mori spunt gjithë ky roman dhe ky shkrim juaj. Tregoni si jeni njohur me të. Natyrisht Tonini është një person real, Tonin Mirakaj një njeri respektuar në komunitetin e New Yorkut, një njeri që është pothuajse 60 vite në New York.
ardhur shumë i ri, gati 70 në fakt, se ka ardhur në vitet 60, më duket, do të po bën 70 vite që është në Amerikë. Dhe ai ka pas një kontribut të jashtëzakonshëm në komunitet. Dhe ndër vite jam njohur me ta nga larg, nga afër, dhe kur fillova të flasim për librin tim që ishte në dalje, ja çova një draft ta shikoj dhe i pëlqej shumë, dhe bisedimet e takimet dhe disesi e shihja në çdo bisedë që kisha me të, një farë brenge, dhe kështu titulli i librit brenge, një farë peshe, një farë diçka që e bante në shpirt, në zemër, dhe nuk kishte liri ta thonte, por disesi do të më rrëfej mua, sepse disesi kriju me një miqësi të veçantë. Dhe ajo ishte se, natyrisht sikurse shumë shqiptarë që janë braktisur nga vendlindja, kanë një farë fajt për ata që kanë mbetë. Vujtjet e atyre që kanë mbetë Shqipëri kanë qenë evidente, natyrisht, njerëzit kanë jetuar në tmerr të paimagjinueshëm për shumë ne, por këta që kanë fituar lirinë e bajnë pyetje vetes, e bajnë pyetje në rastin konkret, unë fitova lirinë, po liria ime kushtoi dikujt burgun. Dhe duke parë jetën e tij, duke biseduar ndërkohë me ta, duke filluar si të konceptoj një libër, unë e mora të drejtën nga ai, natyrisht që ta përdorja jetën e tij si një storyline për një golgot ikjesh, një tmerr që kanë jetuar shqiptarët për të ardhur në liri, pra për kalimin e jashtëzakonshëm, përmes malesh, përmes 2-3 shtetesh, kam disa ditë, disa net, do ta shikoni, do ta shihni me sy kur të lexoni. Dhe më dështa krijoj atë personin për të cilin ky e kishte breng. Ai person nuk është real, natyrisht, është krijesa imja, por desha t'i jap një farë përftyrimi, një pasqyrim ose një reflektim asaj që çka ndodh në Shqipëri me ata që mbetet. Jo ky që iku doli, fitoi lirinë, por çka ndodhi me ata që mbetet. Personi Tonini ka një shok që i ka pasur këtë breng, apo e ka pasur në përgjithësi si ndjenjë? Në përgjithësi ka pas antarë të familjes që kanë vujt. Por unë nuk kam përdor antar familjes, por e kam krijuar një shok. Në fakt Tonini tani e beson se ai shoku është real. E beson se Marku im që unë e kam krijuar është real. Po kjo tregon fuqinë artistike të veprës. Pak shaka, por natyrisht Marku është krijesa ime në tërësi. Po e kuptoj, dhe është interesant ky roman, nga pikpamja artistike është ndërtuar mbi 2 jetë paralele. Mbi 2 jetë paralele të krijuara nga realiteti i regjimit komunist në Shqipëri, nga që në fakt tregon fatin e gjithë shqiptarëve. Unë do të falenderoja për atë që ke bërë një hap që s'para po e shohim në letërsinë shqipe, që të merren me të kaluarën, po nga pikpamja e humanizmit, jo e doktrinave politike, nga pikpamja e asaj që i shkaktoi regjimi, diktatura komuniste kombit shqiptar, të atij që u largua dhe të atij që mbeti. Janë 2 jetë paralele e Toninit dhe Markut, që edhe pse larg, mbeten të lidhura bashk. Diçka më tej për subjektin e romanit për teleshikuesit. Po tani kem 2 subjekte, 2 figura kryesore, natyrisht Tonini që është person real dhe Marku që është krijimi imi. Është fjalë. Po, krijimi imi, fiction si thon, krijimi imi në tërësi, dhe përmes tij unë, si thatë dhe ju vetë, përshkruaj një jetë paralele. Kemi libri që ta kupton lexuesi fillon në i ballet të Pukës, ku Marku dhe Tonini janë të ri, me ëndra, me dëshira, me vullnet që të jenë pjesë e atij vendit ku jetonin. Por fati i liellës, fati se rreziku i bën që një natë para se Tonini arratisë, këta të janë së bashku. Prap fati ose rreziku e bën që një i vendit, një komisar Memo ishe së bashku atë natë, rreziku i Markut, që është në realitet, sepse në Shqipëri gjatë asaj periudhë të komunizmit të pa shpirt, jo vetëm i afërm, por gjithë rrethë i vuajnë nga ai që ishte arratisur, është një fakt real që kemi jetuar shumë. Në fakt, dënimi i regjimit komunist ishte mbi baza biologjike. Nuk ishte thjesht mbi baza që personi ka kryer krimin, por të dënoj farefisi i tij, kushuriri i parë, i dytë, i tretë dhe gjithë farefisnia. Kjo është shkalla më e egër e diktaturës. Dhe unë
unë të përgëzoj, sepse ti ke hyrë në detaje, në fakt pa i përjetuar. Se shpesher shkrimtarët që shkruajnë, ose unë që kam jetuar atë realitet, e kam parasysh realitetin, po ta imagjinosh këtë, edhe artistikisht është vlerë dhe unë të përgëzoj për këtë, është një roman me të vërtet për të lexuar. Unë kisha filluar të lexoja para disa ditësh, por e kam përfunduar mbrëm deri në orën 2. Po ju them në konfidencë, sepse do desha të isha i përgatitur me pashkun këtu, po jo vetëm për atë, por edhe se më të roqi. Më të roqi, romani, në fakt, nuk ka fort action, si që thoshin aty, ka përjetim. Po ky përjetim kur është i vërtet, kur është i ndjerë, kur është human, ku ka empathi, ka dhe vlera. Ju folet për action. Unë kam, Marku i kalon 28 vite në burgjet Burrelit Spaçit. Dhe unë mendoj se një ditë në Burrelit ose në Spaç mund të dalë një roman. Po. Është pa dyshim. Por unë kom pas nevojë që nga këndvështrimi i humanizmit dhe që ta përshkruaj një jetë, do mund të flasim për një ditë, se thash, për një ditë të tmerrshme në Burrel ose Spaç. Por i përjetoj unë që kur s'kam qenë aty, një kohë, një periudhë që ai e kalon dhe i zjelli me qëllim disa pika jashtëzakonshme që ndodhen aty, vujtje të jashtëzakonshme shpirtërore. Ato vujtje kalimi nga Spaçi në Burrel, edhe nga ajo shpirtërore, sepse nga ky tmerr që përjeton Marku, ai vën në dyshim, është krejt normale edhe ekzistencën e Zotit. Pse më ka dënuar Zoti me këtë mëkat? Çka kom bërë? Prandaj ti sjell një personazh aty, Petron. Për ata Petron, i cili është e sjell prift ortodoks qëllimisht për të treguar që nuk ishte punë fetare katolike, por ishte puna e besimit e vërtet tek Zoti, tek shpresa. Dhe mallështia e Zotit dhe në ato tmerret e pa imagjinueshme për lexuesin, për ne. Aty dominon shpresa se ka diçka, një gjelbrim, një diçka që del të jep dhe përmendet më parë. Libri nuk ka as pak të bëjë me revanshizmin, me marrin, sepse më kanë katnuar tash, më kanë damtuar, do të marr gjak, do të revanshoj. Jo, nuk ka. As pak, nuk është kjo. Esenca është librit është që të flasim për një breng, që si kom, që të thomë në Amerikë, the truth sets you free, dhe më thonë e vërteta të liron. Dhe kjo është një breng që ne e majmë si kom, si popull, kem pa shojmë dhe sot fatkesisht, por kjo romani ka të baj për ata të tregojmë vërtetën, mos shmangim nga vërteta, sepse vërteta është e nevojshme të thohet. Të dim se kush ka shkaktuar dhe çka ka shkaktuar, por jo si revanshizëm, jo si është ky baba i atij, djali i atij, familja e këtij, por të jem në një farë mënyrë që të mësojmë nga kaluara, të lam anash dhe të shikojmë përpara, sepse duke shikuar mrapa gjithmonë, vetëm sikurse një varr që kemi tu ngacmuar, tu lënduar akoma se shërohet. Duhet të shërohet. Dhe përmes këtyre dy personazheve që un kam zgjedhur, një real, që është krejt real, dhe imagjinar, mundom të jap një ilustrim, një dhimbje kombëtare, një dhimbje që populli ynë duhet në fund të fundit ta përballojë. Dhe unë mendoj se kështu, si letrar, mendoj se kështu duhet ta përballosh, me një dashuri, se Marku kur kthehet në i ballën në fshatin e vet atje, gjen shtëpinë e vet të rrënuar, por edhe aty e gjen jetën, edhe aty e shpreh, takohet me dritën, i jep drita është simbolike natyrisht, por sepse edhe në atë tmerr, edhe në atë vujtje shpirtërore dominon humanizmi dhe duhet të dominojnë humanizmi, do të dalë ajo çka është e mirë, ajo çka na bashkon. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po e ndërpresim këtu këtë bisedë kaq interesante për një pauzë publicitare, do të kthehemi pas pak.